Në serinë e javës së shkuar, ju ndoqët udhëtimin e banorëve të vegjël në Parkun Arkeologjik të Apollonisë. Udhëtim që përfundon me një lojë të vogël që ata i bëjnë Benit dhe djalit të tij. Blerta ka ditë që ndihet e shqetësuar. Ndarja nga jeta e së ëmës dhe mungesa e tatit e kanë mbyllur vajzën në vetvete. Burri me kapela çdo ditë ulet tek i njëjti vend. Çfarë kujtimesh e mbajnë ata aty? Diçka shija në sytë e tij se kur I kishte ndryshuar. Gjyshja e dy vajzave nuk di se ta afrojë të atin pranë tyre dhe kërkon ndihmën e Benit, I cili bën të pamundurën për ta zgjidhur këtë situatë. Ju thash, mbase një takim me vajzat, mund na jap rezultat. Ajatela I mban, Marcos I ka ardhur pa pritur një kushurir nga Amerika. Ajo po kërkon një bashkëshort shqiptar. Ndërkohë që Danieli, pa dashur, ka mërzitur Livian. Ai përpiqet të gjejë një formë t'i kërkojë asaj të falur. Na ndihni pas pak në serinë e tretë të Dadoja e pallatit ton. Motor. Ka motor. Pra nuk na morën me vete, ha? Se kuptoj pse na kanë kaqinat në të dyve. Se jemi më të zgjuar, prandaj. Du të gjejmë një mënyrë si të shkojmë dhe ne me ta. Mendohu pra, nëse nuk mundesh ma lër mua, në djent jemi më të zgjuar. O, Genti? Po ti ma mua nuk bën do ta zgjëm? Qa ka bëra? Sa I nati kam ata të dy. Dea mos I kizili. Genti si shumë ke folur sot. A di që komandanti jam unë. Edhe unë I kam shumë I natat atë dy. Hece. Motor më egoistit se ty s'kam parë. Po vlla që nuk më motën në pishina ke parë ti. Po ja mo isha me shokët. Me shokët, isha me Markon, edhe atja kaminatin, që për ta parë do t'ja shkull flokët kur të takoj. Po pra po, se kur ju gocat zjeni vetëm prej flokës shkapen. O, vërtet e nea? Dea se e gjire ti. Gentu mos më ngacmo tani sa me nerva. Qa ka bëra? A, njeri I mirë. Si kujton se nuk ke çmendur? Po nuk di ti lutem. Ka ana tjetër imagjinata nuk mund të qesh figurë tjetër përveç saj.
Të gjitha e çdo gjë unë arritin të jeti kuptoj vetëm nëpërmjet saj. Kaloj disa orë kështu, si i lumtur. E pas më duhet të shkulem përsëri për saj. Po e dashurina, nuk është pikërisht kështu. Më ndodh të eci shpesh i vetmuar në përshi. Të ndjej dhe mendoj se lidhja jonë është aq e fortë se që askush nuk mund ta prish dot atë. Atëherë me hapa të lehtë, ndjej të vidi ka drejt meje. Dhe ajo je ti. Atëherë jetoj çastet e vërteta lumturie që as në qenie njerëzore nuk ka arritur të jetoj dot kurrë. Po tani duhet të ndahem e dashura ime. Secili duhet të shkojë në rrugën e vet. Mos më mbaj më ri. Unë e di që këtë kërkon edhe ti. Po e zbatoj vërtetën tënde. Tani mund të shkosh të prehesh në paqe e shtrenjta ime. Po ku ke qenë këto ditë? Më ka ardhur kushërira nga Amerika. Ua, sa larg. Po larg o Blerta. I xhirëm avionësh Amerika. Ka vendosur të kthehet tu për gjithmonë. Nuk i shtyhet më andej. Po çfarë punë bën ajo andej? Punon bank budallaqja. Po kthej këtu do ngejt dhe pa punë dhe pa burr, thot mami im. Se nuk ka njeri që e merr atë. Pse? Është shumë e vështirë. Dhe ne që do të bëj vetëm sa ditë për vizitë kemi të vështirë. E jo më njeri që na mbaj tër jetën. Po të tjerët, ku janë? Ca ndej e ca këndej. Këto pushimet i kanë alla 4 fare. Mirë, po iki dhe unë. Bëj ka shumë vapso. Hajde. Pas ke për flokët? Po. Të shkojnë shumë? Je bërë yll e bukur. Kush ka datë bindje sot? Edhe këtu më gjete më... Apo i ke prekur zemrën në njerit? Ti beno frequm, prandaj nuk pëlqen mua. Shko shif punët e tua, më le rahat. Po ik, sa për informacion? Me qenë se ti e ban veten të ditur. Vetëm në rast vdekje, jepen dule qift. Dhurohen tek. Dhe ajo që merr dhuratën, plotson qifti. More veç? Edhe një tjetër. Faleminderit. Mirëpafshim.
nuk janë pushime. Pushimet bëhen vetëm jashtë shtetit. Hala, të më qenë. Do mos doj që të pëlqen? Sepse unë këtu kam shok dhe shoqe. Po pra shpirti Halla, si këtu ke shoqe dhe shoqe, po Halla ç'të bëj këtu? Hala, di që ndonjëherë ja fut kot? Oh? Po pra kot ja fus. Kot ja fus, e marrë mend të tu edhe vi këtu. Hala, ti e di se çfarë logjika? Kush më? Po futen në derë. Livia, jam treguar I pasjellshëm me ty. E vërtet. Por duhet ta dish që nuk e kisha në qëllimin e keq. Ti gjithmonë do të ngacmosh të tjerë të duket vetja më e zgjuar. Por duhet ta dish që siç jam unë shoku jot më I mirë, ashtu edhe ti shoqja ime më e mirë. Vërtet? E në shenjë pajtimi të lutem pranoj këtë lule nga unë. Më mirë do doja një akullore se sa këto lule. Ti Livia nuk dhëndesh. Kujtove se ka shpejt do të falja? Si që më mërziti mua edhe unë të mërzistë. Lastic. Mundel. Urdo? Qaj? Ka ardhë në bësh një ankesë tjetër? Nga ta? Jo, kam ardhë të qaj halë me ju. Kam djalin pa punë. Kam baruar shkollën e lartë dhe s'pa punë. Ju e dini sa vështirë është të gjesh punë sot. Kam ardhë kërkoj ndihmën tuaj. Doja u di për nderë. Nuk e di si të dosh probleme. Po mirë më shoku. Po mirë. Harove që më punove tu? E kërkon derë nga mua të? Jeni keq kuptuar, unë ju kam folur pa të keq. Ne jemi komshi, dhe komshi unë në tila raste gjindet ma për se vlaj. Apo jo? Nuk pare di mirë këtë pjesë. Se nuk kam pas, as motrës vlarë. Jemi familje intelektualesh, nuk pjellësim shumë si këtarës. Saro me të pytë, atë profesionin e dadës e ushtron prapë apo? Po, a ishë pasioni im, që do të shi jam pa punë. Ka kohë që nuk punoj më si dadë. Po si kur do të bëjmë propozim për punë? Këto 2-3 ditë do më duhet ju të udhtoj a shtetit. Kështu që nuk do t'jemi në shtëpi, bashkë me ti me shoj.
Edhe do të më duhet që Danieli të të shoqëroj ty, ose ti Danieli, do të një 2-3 ditë bashkë, si thua? Kjo është mrekullim. Ju e dini sa e dua Danielin. Apo jo Daniel, unë vdes për Danielin. Ndërkohë, Daniel, ju rini 2-3 ditë, varet si shkoni, e ndërkohë mendojmë, mos i gjejmë në një punë djalit të Benit. Për koba, për atë? Ku ditë punoja a i di vetëm të hajet flej, e ke parë sa kile është bërë? Mirë, me gjitha të, një zgjidhje duhet ja japi. Gjatë tyre ditëve që ju nuk do t'jenë. Një zgjidhje do t'ja japi. Kota, e fusim punë dhe në benë. Daniel, po do kalëm shumë mirë bashkë. Do bëjmë ato dukti, a? Le të shpresojmë, nëse do t'a sistemosh atë, ose do t'a sistemojmë ne atë djalin tënd. Tani që mbaruan punë, me çfarë do më qirasësh? Tembla, Beni, tembla. Për 2 orë jam këtu. Në rregull. E pse jo? Pse mos jetë dakord djali? Të them dhe unë. Vjerë pastaj. Shpër të me thonë vjerë. Si e shumë? Si e vjerë? Sa bërë? Po e dirë që të shumë? Shti bësh. A bën që pra të porosi gjoj lash? Për djalin, e? Po. Për kampanja 2-3 variante, nuk më përqenë fort. Do përpigjëm, do flasë. Faleminderit. Tani që do fejohet djali, ka nevojë për një vend pune. Duhet punoj patjetër. Do t'i mbushet mendja. Si dakord? Do t'i mbushet mendja patjetër. Nuk ka ku të shpes. Deno, mos e lezo para kohë. Shi njerë vajzën. Po ti e ke parë vajzën, do t'i pyte njerë mirë, do apo nuk do. E pse mos pranoj? Ti ka rast më të mirë se ky. Pastaj ju nuk e kuptoni këtë gjëra. Gjubë. Ka e mua bete për të rritur. E di shkeni ju? Hajde shkoni duani tash se edhe ky e kuptoi që... Të isha si të nuk do lumëtërohesha para kohë. Ne bëm të tonë, Beno. Po, do dhe 5 minuta. Kopshje? Shëtitja? S'ti pësh Beno, nuk rrihet gjithë ditën brënda. Po, palati kush të ruaj? Ndra? Se keni dalë të gjithë ju prandaj. Jo. Falë, kam një pyetje, një sugjerim. Pa. Se nuk e dërgon besën me shoqet e shokët. E ke bërë si drejtoresh vogël. Beno, nuk rrit do t'aj futur hundët në punë të tjerëve? Shumë më nuk e mami jote. Tha për 2 orë, u bën kafet. Përpjekjet e Benit për ta bashkuar burrin me kapele me vajzat nuk shkojnë kot. Blerta dhe Klea tashmë janë sërish pranë atit. E në shenjë pajtimi të lutem pranoj. Ndërsa përpjekjet e Danielit për të pajtuar me Livian, me sa duket e thellojnë edhe më tepër konfliktin mes tyre. Kujtove se ka shpejt do të falja? Ndërkohë që fejesa që kërkon kushurira e Markos me Mirin, fëmijëve nuk u duket të përshtatshme. Mami, që Miri është buri ideal për të. Miri, Benit. Beni është në kërkim të një pune për djalin. Djalin pa punë. A mban fjalën babi Danielit, Ka marrë të kërkoj ndihmën tuaj. ndërkohë që Besa nuk mund të rri me shoqet e saj, pasi halla e mban gjatë gjithë kohës pranë vetes. Revolta e saj
A do ta bëj hallën të reflektoj? Dua të rri me shoqet. Na ndiqni në serin tjetër të Dadoja e pallatit ton. Ka motor, kështu. Motor, ka motor, pastaj duhet nisëm. E bëjmë dhe 1-2% tonë, mos ma kërsi dorën. Dora është mirë. Ja. E fut dorën, në gjomu. Mos janë të më bënë i lojë. Për çfarë qetësie, bro. Ke të drejtën xhehesh, nuk ta vuri veshin. Duhet ta dëgjoj babin ai. Unë u mërzita, më mirë po i kite halla. Po pse më shikon mua? Ik tani ta halla. Mam, kam bëshonqa. Hërë, mos qaj. Motor, ka motor. Shdet. Paç. O, na, Rëmë. djali. Qa të thë? Na, o djali. O tyç. Të ta tregoj. O djali. Hajde.